prit, se këtu do dalte sot. Ka qenë një gjë e përfshirë në gjithë të sistem. Tani çfarë ndodhte? Mosha ka shumë rëndësi. Sa vjeç ishte një vajzë që e merrshin në Itali? Pse pa ka rastin në shkollat e mesme? Plot. Sa vjeç është një gotë shkollë mesme? 19 vjeç apo? Po. Tani kthehemi pak në 97 kur shkonte ai me kallash dhe merrte gocën mes klasës. Është fakt, ka ndodhur apo? Po. Tani pyetja është për popullin ton të lumtur, trimdashës dhe patriot dhe konservator. Të kthehen pak memorin e tyre. Ço të kthehen? Ai kanë respektu trafikantët e femrave? Të rjetën. Ja pra. Shi zoti ky thonë. Ja marr po. Ka lekë është marrë me. Kto është ndyrësia. Është marrë me kurva. Ky është mëkati që na shoqëron dhe themi pse jemi kaq keq, pse na ka braktisur Zoti. Ora kemi bërë shumë kate me si popull. Kemi bërë shumë pakte me të keqen. Problem që kam pas në jetë është mos kem kur komunikim me njerëz të cilët janë marrë me trafikim femrash. Kur vlla, një shprehje Maksim Zotajt, ndjes pas. Në këtë tokë neve vuajmë 1000 vjet mallkim, sepse në këtë tokë është derur gjak i pafajshëm dhe janë prerë krah ëngjësh vlla. Tash unë e kuptoj alegorin, nuk mendoj se ka ardhur me flatra dhe ja kemi prerë në krahat për të shitur në tregun e zi. Siç tregtohet mishi peshkaqenëve, pendët e peshkaqenëve që i pritet nga që nuk nxjerrin gjak dhe i hedhin prapë peshkaqenin, a kupton det, siç bëjnë Singapori, Japonia, Kina, piratët. Ktu zotri, edhe J.K. Rowling në sagën e vet Harry Potterit, që është gjitha fiction, në librin e parë Harry Potter dhe Guri filozofal, flurën vdekjen Voldemortin në anglisht, e quan është konservuar si energji e errët në pyjet e errta të Shqipërisë, zotri. Atëherë unë nuk e kuptoja. Po nga që të ngele diçka në mendje, ti zakonisht subkonscienca jote i bën pyetje vetes dhe ti e tërheq ndoshta e manifeston. Lexoj eposin e Kreshnikëve unë. Orët e malit zanat, piu gjirin muje, x, y, u goros, u stërguros, vajti u mor, bjeshte namona këtu është, kjo është e nëmër. Po mendoja kush është i vetmi shtet, 2 shtete janë në Europë që kanë pylli erët, Gjermania 1 dhe bjeshte namona neve. Pse pikërisht e neve, flurën vdekja? Nuk e di këtë gjë, shpen, me sinqerisht, është një temë që unë i kam ditur larg misticizmit dhe koncepteve mistike që kanë për territorin tonë, me malin e Tomorit e tjerë. I rri larg për shkak se s'kam kompetencë dhe njohuri për të studiuar. Avokat, unë nuk kam njohuri për vete, unë ngre vetëm pyetje kërkimore. Jo, dakord, mua më mjafton 67-68 që prishin kisha e xhamia. Është një sjellje unike, e ndyrë, e papranueshme, e pa logjikshme, të cilët shqiptarët nuk kanë ditur të jenë të penduar, duhet të them. Pasi ata që kanë bërë këtë punë, kanë drejtuar Shqipërinë dhe mas 90-s. Pra, mungon pendesa dhe ke elektorati, më kuptove logjikën. Nuk u përdor kur si kriter vlerësimi për njerëzit. Vlerësimi për politikën, për përfaqësuesit e tyre, për punojësit publik. Silla me 97, me 67, 68, që prishin kisha xhamia, për mua është një nga aktet më demonstrative, satanike, të mohimit të Zotit. Dhe unë e kuptoj diktaturën, po nuk mund të pranoj dot mungesën e pendimit, siç më ndodhi me listën e pedofilisë. Pse duhet ashtu? Gjithë kokat e Europës ishin përfshira në peticion dhe këta njerëz kanë kërkuar kur falje. Mbaron këtu çështje. Ne jetojmë në këtë botën e tyre, në botën e pedofilëve. E ka thënë Stanley Kubrick, e ka thënë Nicole Kidman. Ne jetojmë në botën e të keqes, e liksisë me këtë. Po pse ke fëmijët, se ka rëndësi kjo ke fëmijët? Ajo pranga që theti mamaja me vajzën tregon mënyrën se si ne e mbrojmë fëmijën, si luanesh e mbron mamaja. Më kupton logjikën. Prit rrim pak këtu. Problemi ku qëndron? Qëndron që neve çdo gjë lidhet me derën e shtëpisë. Nxora një status unë para 10 vjetëve, para 2 ditësh. Titulli ishte kurse çajnë trapin 3 milion njerëz për 3 milion trapa që çajnë. Po. E kisha shkruajt vitin 2016 e bita. Dhe kisha kap konceptin se si këtu ke ne, ju referova dhe ngjarjeve të Riollit, më kupton logjikën, edhe të rasteve tjera. Dhe ju referova logjikës që ne shqiptarët themi ole Leo o byça ime, më kupton logjikën. Por problemi është që kemi një fenomen shumë interesant neve. Në moment që ty të vjen e keqja ke shtëpia, ti u lëret pse nuk çohet populli për ty. Kur ti se qua asnjëherë për askënd. Ku është thelbi i çështjes? Ti se ke vrarë mend, se ke çar kur trapin tënd, ishte mesazhi. Për asnjë trap që është çar të tjerëve, nga qeveria apo jo, nga e keqja. Po. Po ndërkohë kur të vjen ty e keqja,
Ti fillon të thonë, pse nuk reagon njëri për mua? Ora ka një postulat o zotëri, ka një postulat sa më primitive, sa më e hershme të jetë një shoqëri, dhe ne këtu unë jam i bindur që jemi të hershëm vetëm për këtë fakt vëlla. Pastoral. Sa më shumë ti je primitiv, malsor me bakti. Aq më pak kulturë politike ke, aq më pak i zhvilluar jetë. Kjo është domethënë diagnoza më e mirë që unë i kam bërë popullit ton, edhe nuk e kam bërë unë, jam takuar me profesora me të gjitha që kanë 2 fishën e moshës time minimumi, që kam diskutuar se unë jam shumë i ri për të dalë në këto lloj postulatesh. Duke dëgjuar njërin tjetrin X-in Y bën atë sistemin hegelian, thjeshto e bëj, aq është detyra ime. Dhe kam kuptuar një gjë vëlla. Edhe pse këta ideologjikisht janë kundër njëri tjetrit, mendojnë ndryshe për 99%, në 1% takojnë të gjithë vëlla. Ne jemi primitiv se s'kemi kulturë politike. Domethënë ne s'kemi kulturë politike, m'fal, se jemi primitiv. Po. Dhe nuk mund të presësh dot nga shqiptari të kërkoj falje, se nuk di të kërkoj falje shqiptari. Po, unë mendoj që ne jemi degeneruar në vitin 68 përfundimisht. Jo, ne lejuam vet vëlla. Po pikërisht. Ne u degeneruam 68-ën me Prishtinë Kishave Xhamia, këtë them shumë në literale ose fjalë. Sepse në 90-ën kur u shpërbë shteti, u shfaq pikërisht kjo e keqe në mënyrën se si ne shqiptarët nuk patëm pendes. Ktu e kam thelbin e çështjes. Pendesa është raport me të mirën dhe me të keqen, natyrisht, por ka të bëjë dhe me fen, dhe me Zotin. Jo thjesht fen, në Zotin mbi të gjitha. Dhe unë besoj që kjo mungesë reflektimi personal e njerëzve, siç ishte për shembull prishin shtëpia mua, namizi. Po para javë u prish shtëpia tjetër, ti pse s'fole? Pse reagove? Madje nëherë ke fërku dhe durët kur s'ka ardhur akoma. Po. Dhe ditën që ty të vjen, ti ulëret. Mirja bonja të legenit. Dhe ditën që ulëret, ne tash do ta kuptojmë që jemi të gjithë viktima. Dhe do të ndryshojmë këtë sjellje, ne do të bëhemi të gjithë solidarë me Rjollin, me Sukun në Roskovec. Po do ta fusim një vajzë të Rjollit, po do ta marr në telefon vëlla, të flasim siç folëm radhën e kaluar. Po shikoj, për të qendruar në temë vëlla, pse jemi bazuar sot miq të dashur, pse jemi bazuar neve sot tek kjo temë. Kur kishe shumë tema tjera, ka dhe nga juve që tonë humorët me Epsteinin. Jo, jemi ke fëmijët në Ballkan, s'ka rëndësi. Shikoj pak tani pse unë e kam lidhur me Epsteinin këtë sot. Po e lexoj. Për të qenë 1 miliard% koherent me çfarëdo lloj gjëje që kam nxjerr nga goja, informacioni po merret nga portali Insideri, gazeta online. As nuk i njoh, as nuk më njohin. Por dua që të drejtën e autorit të nisi që nga Tru Podcasti, që do thot në asnjë moment ne nuk do përvecojmë një informacion sikur është i joni, për aq kohë sa një grup pune të Insideri apo çdo portal tjetër, i mirë apo i keq, janë lodhur dhe kanë derdhur djerës për ta gjetur. Më duket se është nga pamfleti i marr si burim. Nuk e di vëlla, unë e kam dëgjuar te Jo, shifën në fund fare të shkrimit që do të ta lexoj një vëlla. Fëmijët e Kosovës, viktima të rrjetit Epstein, roli i Dean Korb, OKB dhe dëshmia trondice e Sibel Edmonds për pas luftën. Boda flet për viktimat amerikane të Epsteinit, thotë, por unë po flas për fëmijë të moshave nga 7 deri në 10 vjeç, nga Shqipëria, Kosova, Bosnia, të cilët u zhdukën gjatë kaosit të pas luftës. Ata nuk ishin media që të shkruanin për ta. Ata ishin të padukshëm. Pjesa e parë e këtij artikulli trajtoi dëshminë e Sibel Edmonds, ish përkthyesja e FBI-s, foli për mënyrën se si rrjeti i Epsteinit veproi në Kosovën e pas luftës. Ajo përmendi bashkëpunimin e tij me mafian shqiptare, inteligjencën izraelite dhe investitorë nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Por kjo ngre një pyetje: si mundi një rrjet i tillë të qëndronte aktiv për vite pa u zbuluar? Si arriti të vepronte në rajon plot me paqeruetës dhe diplomat ndërkombëtar? Pjesa e dytë e kësaj serie merret me një aspekt tjetër të rrëfimit të Edmonds, rolin e OKB-s. Sipas saj, misionet paqeruese në Kosovë dhe Bosnjë u infiltruan. Disa zyrtarë ndërkombëtar nuk e mbrojtën popullsinë lokale, përkundrazi, u bën pjesë e rrjetit të abuzimit. Më poshtë detajet e kësaj historie dhe emrat e përfshirë. Roli i OKB-s, Lajçak dhe Rod Larsen. Një nga pretendimet më trondice të Edmonds ka të bëjë me rolin e Kombeve të Bashkuara. Ajo akuzon se misionet paqeruese të OKB-s në Kosovë dhe Bosnjë u infiltruan nga rrjeti i Epsteinit. Paqeruetës dhe zyrtarët civil ndërkombëtar në vend që të mbronin popullsinë lokale u bën në pjesë e rrjetit të abuzimit. OKB-ja, thot ajo, krijoi një mjedis ku kriminalët ndiheshin të mbrojtur. Kontraktorët dhe paqeruesit që abuzonin me fëmijët nuk ndiqeshin penalisht në vendet e tyre. Ata kishin imunitet dhe ky imunitet u shfrytëzua sistematikisht. Miroslav Lajçak,
Diplomati i kompromentuar. Në qendër të këtyre akuzave për mbulim institucional është diplomati slovak Miroslav Lajčak, ish përfaqësues i lartë në Bosnjë dhe Hercegovinë 2007-2009 dhe ish presidenti i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s 2017-2018. Sipas Edmonds, biografia zyrtare e Lajčak është pastruar në thonjza për të fshehur detajet e aktiviteteve të tij gjatë kohës që shërbente në misionet ndërkombëtare në Ballkan. Pse dokumentet e lëshuara së fundmi nga autoritetet amerikane janë kaq sipërfaqësore, pyet Edmonds? Pse nuk përmbajnë komunikime thelbësore nga periudha 1998-2003? Sepse ato do të tregonin se si zyrtar të lartë OKB-s, përfshirë Lajčak, ishin të kompromentuar ose bashkëpunëtor në mbulimin e skandaleve të trafikimit të fëmijëve. Edmonds argumenton se karriera e shpejtë e Lajčak nga Ballkani në krye të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s nuk ishte e rastësishme. Ai u promovua pikërisht sepse ishte i kompromentuar. Në botën e inteligjencës, njerëzit e kompromentuar janë më të lehtë për të kontrolluar. Ata promovohen për të siguruar që të vazhdojnë të heshtin. Dorëheqja e fundit e Lajčak nga pozita e përfaqësuesit special të BE-s për dialogun Beograd-Prishtinë, kuptohet, është shtesë ime kjo. Pse Beogradi ka marrë aq shumë përparësi dhe Kosova ka vajt për grop, sepse ka bastard dhe pedofil tillë që janë krye të këtyre misioneve që neve i quajmë pasqyruesve. Aman se ndërkombëtarët gashi, avokat mos i kap ndërkombëtarët. Ja pra këta lloj pedofilash vinë këtu tek rajoni jon. Sipas Edmonds, nuk duhet parë si një akt moral, por si një lëvizje taktike për të parandaluar daljen e mëtejshme të informacioneve. Terje Rod Larsen, lidhja norvegjeze. Lajčak nuk është i vetmi diplomat i lartë i përmendur në rrëfimin e Edmonds. Ajo përfshin gjithashtu diplomati norvegjez Terje Rod Larsen, një figurë kyçe në diplomacinë ndërkombëtare, i njohur për rolin e tij në procesin e paqes në lindjen e mesme, si dhe presidenti International Peace Institute në New York. Sipas analizës së Edmonds, përfshirja e Rod Larsen tregon se rrjeti i shantazhit shtrihe nga kontraktorët e terrenit në Ballkan deri te nivelet më të larta të diplomacisë në New York dhe Oslo. Ky nuk ishte një operacion që ndodhte vetëm në terren, shpjegon ajo. Ai kishte degëzime në qendrat më të larta të pushtetit diplomatik. Personalitetet si Terje Rod Larsen, që lëvizin lirshëm midis OKB-s, qeverive perëndimore dhe institucioneve të influencës, ishin ose të kompromentuar ose bashkëpunëtor aktiv në krijimin e një kulture të pandëshkueshmërisë. Edmond nuk ofron detaje të plota për rolin e saktë të Larsen, por përfshirja e emrit të tij në këtë rrëfim hap një dimension të ri skandali, atë të diplomacisë globale të infiltruar nga një rrjet shantazhi seksual. Dean Korb dhe Catherine Bolkovac, dëshmia e pandëshkueshmërisë. Për të mbështetur pretendimin e saj se OKB-ja dhe kontraktorët ndërkombëtar vepronin në klim të pandëshkueshmërisë, Edmonds sjell në vëmendje rastin e Catherine Bolkovac. Bolkovac, një oficere policie amerikane dhe sinjalizuese, punoi për kontraktorin ushtarak amerikan Dean Korb në Bosnjë. Ajo zbuloi se kolegët e saj në Dean Korb dhe paqëruesit e OKB-s ishin drejt për drejt të përfshirë në blerjen dhe shfrytëzimin seksual të vajzave të reja dhe fëmijëve. Historia e saj u bë subjekt i filmit The Whistleblower. Bolkovac doli me prova të pakundërshtueshme, thot Edmonds. Ajo fitoi gjyqin për shkarkim të padrejtë në Mbretërinë e Bashkuar, por pyetja është, sa nga ato që ajo ekspozoi u ndoqën penalisht? Asnjë. Asnjë punonjës si Dean Korb nuk u dënua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edmonds akuzon Departamentin Amerikan të Shtetit dhe sistemin gjyqësor për krijimin e një muri mbrojtës rreth këtyre kontraktorëve. Ajo përmend përndjekjen e ish kongresmenes Cynthia McKinney për të kapur hetime në Kongres, përpjekje e cila u bllokua. Ky nuk ishte thjesht korrupsion, argumenton ajo. Kjo ishte një politikë e qëllimshme për të mbrojtur një rrjet që furnizonte elitat me viktima trafikimi. Kjo politikë shtrihe nga kontraktorët e terrenit si Dean Korb deri te diplomatët e lartë si Lajčak dhe Lord Larsen. Viktimat e padukshme, Nada Marcinkova dhe fëmijët e Ballkanit. Nëse diplomatët e kontraktorët janë njëra anë e medaljes, ana tjetër janë viktimat. Edmonds insiston se viktimat më të harruara të këtij rrjeti janë fëmijët e Ballkanit. Bota flet për viktimat amerikane të Epstein, thot ajo. Por unë po flas për fëmijë të moshave 7 deri në 10 vjeç nga Shqipëria, Kosova, Bosnja, të cilët u zhdukën gjatë kaosit pas luftës. Ata nuk kishin media të shkruanin për ta, ata ishin të padukshëm. Ajo zbulon një skenë makabre ku trafikimi nuk bëhej vetëm përmes rrëmbimeve të dhunshme, por edhe përmes fasadave të lishme, OJQ-ve, bamirëse dhe agjencive të rreme të adoptimit.
Disa organizate të regjistruara si Bamirësi Katolike ose Agjenci për Adoptimin e Fëmijëve të Luftës në realitet shërbenin si kanale furnizimin për rrjetet e pedofilisë në në perëndim dhe në lindjet mesme, pretendon ajo. Një figurë kyçe në këtë pikë është Nadia Marcinko, e njohur si Nada Marcinkova, një ish viktim dhe më pas rekrutuese për Epstein. Me origjinë nga Europa Lindore, Marcinko përshkruhet nga Edmonds si aktiviste, arkiviste e gjallë e rrjetit. Ajo e di saktësisht se nga vinin viktimat, si trafikoheshin dhe kush i merrte ato, por ajo mbrohet nga sistemi i drejtësisë amerikane, FBI dhe Departamenti i Drejtësisë. Pikërisht për të parandaluar daljen e kësaj të vërtete, pretendon Edmonds. Ajo përfundon me një akuzë të rëndë. FBI dhe Departamenti i Drejtësisë po mbajnë sekret emrat e viktimave ballkanike, sepse zbulimi i tyre do të provonte shkallën ndërkombëtare dhe institucionale të krimit. Do të tregonte se ky nuk ishte një pedofil i çmendur, por një operacion i organizuar shtetëror dhe ndërkombëtar. Lidhja me të tashmen, Sazani, Kushneri dhe paratë e pista. Edmonds nuk e ndalon analizën e saj në të shkuarën. Whistlebloweri ja lidh këtë histori të errët me zhvillimet aktuale gjeopolitike në rajon. Ajo përmend në mënyrë specifike projektin e Jared Kushnerit, dhëndrit e ish-presidentit Donald Trump, për ishullin e Sazanit në Shqipëri. Sipas saj, ky investim nuk është thjesht turistik, por përfaqëson një konvergjencë interesash midis të njëjtëve aktorë që kishin interesa në rajon që nga vitet 90. Investitorët pas Kushner nga Izraeli, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite janë të njëjtët aktorë që bashkëpunonin me rrjetet e trafikut në vitet 90, thot ajo. Sot ata po vijojnë për të pastruar paratë e tyre përmes projekteve të lishme nën petkun e zhvillimit ekonomik. Ajo shkon më tej duke pretenduar se portet shqiptare, veçanërisht porti i Durrësit, janë kthyer në nyje kyçe për transportin e kokainës kolumbiane dhe ekuadoriane drejt Europës. Ajo përmend porte specifike në Ekuador dhe Brazil si piknisje të këtij trafiku. Infrastruktura që dikur përdori për logjistikë ushtarake apo humanitare tani është kooptuar nga krimi i organizuar ndërkombëtar dhe këto investime të reja si ai Kushnerit në Sazan po i japin një fasad legitimiteti, përfundon ajo. Pamfleti ishte. Si duket avokat? Unë kam studiuar me detaj kush të kjo zonja që e ka bërë. Kjo është një guximtare. Ka një histori të gjatë reagimi në mbasnimet shtatorit. Ka qenë punësuar si përkthyese në FBI dhe kjo ka shpërthyer kundër tyre duke thënë ky është një sistem i korruptuar dhe gjithçka është një korrupsion. Po natyrisht ajo nuk ka qenë guximtare për çdo gjë, ka qenë vetëm për disa gjëra, më kupton logjikën. Që në atë kohë ka pas një karrierë të fortë në reagime publike dhe unë e quaj një nga zërat serioz të goditjes sistemit, por natyrisht edhe në kompromise me sistemin, se kështu funksionon. Që du të jesh me njërin krah kundër krahut tjetër, më kupton logjikën. Që do thotë kjo i përket prej 30 vjetësh të majtës, prej 20 vjetësh të majtës amerikane, është sponsorizuar nga e majta dhe ka bërë kryesisht akuza vetëm për të djathtë. Pra ka Bush apo Trump, nuk ka bërë kur akuza për po themi Biden apo Obama e kështu me radhë. Pra ka qenë gjithmonë një person instrument i një krahu politik kundër krahut tjetër. Që do thotë gjërat që ka thënë duhet marrë me rezervë edhe për shkak të ndarjeve partijake dhe politike që kanë dhe të ushqimit, kush e ushqen njërin parë dhe parën tjetër. Ajo që është e vërtetë në atë që ka thënë ajo është fakti që korrupsioni është nivelet më të larta. Po këtu rrim. Mua diçka më shqetëson. Mua më shqetëson fakti që ka thënë diçka, unë e marr me rezervë edhe këtë. Që OKB-ja dhe trupat paqëruese janë mënyra për të legjitimuar në mënyrë të lishme gjithë trafikun e fëmijëve. Dhe ti e di vëlla, domethënë të thuash për goca të mëdha për prostitucion, unë e urrej prostitucionin, është gjë që ndoshta në jetën time do mblidhe kanaçe dhe atë s'kisha për ta bë kurrë, mund të shisja drogë, po atë s'kisha për ta bë kurrë vëlla, se ke të bësh me trafik qenieve humane, mund të përdorësh trupin e një femre për para shumë ndyrë, shumë jo burrnore. Më mirë e di që mbush 500 kg në një kamion edhe kur vetëm në burg thua vlla e tentova, the big shot nuk ndodhi, ke dhe respekt edhe në burg. Se pedofilat edhe këta i vrasin, i grin. Kjo më shqetëson mua. Kjo më shqetëson domethënë, siç e ka OKB-ja këtu dhe gjithë të ardhurit që neve e kemi glorifikuar se mi popull idiot vlla. Ne glorifikojmë çdo lloj njeriu që vjen këtu i huaj. Lajçak, Miroslav Lajçak, ai që ka emrin Miroslav. Duket. Vetëm këtu Miroslav duket domethënë ça pedofili është burr.
Unë për serbët vlla, unë ti di, unë nuk kam për politikën serbe, po kam urrëtie vlla, jam racist. Për politikën e tyre jam racist vlla. E them me plot gojën. Për popullin serb nuk kam asnjë lloj indicie negative sepse jam bashkëvuajtës. Po për politikën e këtyre bastardëve vlla, mos harro që unë jam Dardan në fund ditës vlla, sado që unë ta kem humbur theksin, gegnishtën e gjitha me radh, unë jam Dardan, zemra ime rreth Dardane. Do thoja që në raport me këtë histori që ajo tregon për Ballkanin, ajo ka 3 pika shumë të forta, të ti marrë me radhë, që ka të bëjë me faktin historik. A ka pas përfshirje të trupave ndërkombëtare të OKB-s? Po. E faktuar, e provuar. Në skandale të jashtëzakonshme janë shkarku njerëz, po nuk janë futur në burg. Ky është problemi. Atë çka ka qenë Ballkani, ka qenë një vend krize, që institucionet ndërkombëtare janë përdorur gjithmonë si struktura të gatshme, mbulimi për të operacione në mes zonave të luftës. Po. Rasti Bosnjës është rasti më tipik. A ka pas trafik organesh? Patjetër. A ka pas trafikim fëmijësh? Patjetër. Për qëllime seksuale? Po. Për qëllime adoptimi? Po. Kush kanë qenë mbulesat? Struktura ndërkombëtare. Këtu po, ajo ka drejt. Është fakt. E dyta. A është fakt që Epsteini ka pas këto lloj raportesh me këtë territor? Po. Po. Fakt. E treta që ka pikë të forta në argument është, a ka pas gjithmonë një konsensus për të fshehur këtë gjëra? Absolutisht po. Ky është tashmë fakt i provuar. Ne po bëjmë sot zhurmë të madhe për botë duke fol për një çështje që ka ndodhur vite përpara. Dekada përpara. E ç'është folasier apo jo? E kur është foli kanë mbyll gojën rove. Tani çështja ku qëndron? Çështja qëndron sa kemi të dhëna, fakti, po jam partizan i denoncimeve të kësaj natyre sepse kur ajo denoncon këtë gjë dhe nuk i ka faktet, ka rëndësi kjo gjë. Ajo në fakt ka hedhur dritat e projektorëve që i zbulojnë vetë faktet. Pra çdo thot, edhe kur si ka faktet, por ka të dhënat, indicet e duhura, ajo duke ekspozuar një realitet, ajo bën që të tjerë të përfshihen në investigim apo jo. Po. Është rasti i gjuetisë së njerëzve në Sarajevo, që kushtonte më shumë po të vrisje fëmijë apo jo në Sarajevo. Këtë organizonte organizata kriminale serbe, ku Vučići ka qenë krejtësisht i përfshirë personalisht në këtë histori, dhe vinin në organizata kriminale nga Europa, që organizonin elitat e Europës, që bënin këtë kënaqësinë e gjuetisë njerëzve. Po deri diçka është në teori konspiracioni këtë gjuetit ndaj njerëzve. Apo Tani, më thuajti mua një podcast tjetër që ka dhënë live videon ku ushtarit izraelit përzgjedhnin urdhë, ku Shqipëri më? Po s'ka shanse. Po leo. Po s'ka shanse. Po leo, po çan këtu. Vetëm neve e kemi bë. Absolutisht. Vetëm neve e kemi bë dhe sot jemi 560 veta dhe 290 like. Ju keni që turp të keni o vlla. Gjithë po merren me qeverinë. Kjo duhet me ja u thënë. O është për fëmijët tuaj, o ti le Belën se Bela ka vendosur që është hequr pirovëngu, është vendosur aqif lëngu. Pirovëra. Është vendosur aqif lëngu, prap shpresoni juve që Edi Rama ka për të bërë. Kaq budallë njëni, do ju marri votën prapë. Me çinë kemë. Me këta tanë. Me të gjitha këta tanet e me të gjithë. Ky është mesazh për ata që na ndjekin. Po le vëlla tash se kemi parë shqiptarët në veçanërisht shqiptarët. Na kanë bë peshqesh 45 vjet Enver Hoxhën, pastaj Ramiz Alin, pastaj Sali Berishën, pastaj Fatos Nanon, pastaj Edi Ramën, do na boni Lalierin, po ja futi Rama Lalierit. Na mbajtën Belindën, na dole male mbi male e gjitha me radhë. Pra merren njerëzit sot Belinda, u shkarku Belinda. Belinda është për burg më, për Guantanamo. Pse të bën çuditë që u shkarku Belinda? Ndiq këta juve Dardanët e mi, o Dardanët e mi. Ndiqen se ju a marr fëmijët më. Ju a marr fëmijët në Kosovë, në Shqipëri dhe në Bosnjë, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003 kanë humbur fëmijë sigur çfarë them unë ty, sikur ishin dilin kuklla nga matrioshkat. Vazhdoni te Belinda, vazhdoni. Jepeni. Bela, te Bela Ciao. Do ta trajtojmë neve, na vini këtu prapë. Tash ti po flet për ata që janë live, që do jetë për nesër pas nesër. Ajo që po kthehesha tek argumenti ka të bëjë me faktin që kjo puna e pedofilisë në Ballkan, në Shqipëri ka një qasje tjetër, në Kosovë ka një qasje tjetër nga Bosnja dhe këto të tjerat. Qasja lidhet shumë ngushtë me strukturën e fortë familjes në Kosovë, që është shumë e fortë. Dhe mendoj unë ka qenë një pengesë reale, por ka ndodhur fenomen në atë kohë që ne harrojmë. Vitin 98, 99 për shkak të ngjarjeve që ndodhen, ku genocidi serb zhdukte njerëz,
ishte vështirë të identifikohej të zhdukurit. Edhe për shkak të ndryrimit të emrave, për shkak të emigracionit, për shkak të lëvizjes popullsisë. Po un kam një bindje timen, fiksohet pak këtë fjali që po them, që kur kanë rrëmbyer një fëmijë kanë vrarë familje. E vetëm mënyrë për të marrë fëmijën do të ishte zhdukni familjen. Po. Që do të thotë fëmijët e rrëmbyer u janë vrarë herë rob të shtëpisë pa të rrëmbeni fëmijën, sepse nuk mund ta rrëmbeni dot fëmijën me dëshmitarë të gjallë. Në Shqipëri e njëjtë fenomen, kemi një rast që po trajtohet, ka ndodhur me një vajzë të vogël që kanë zhdukur që trajtohet prej 20 ca vjetësh. Unë jam i bindur që historia e saj fëmie ka të bëjë pikërisht me këtë lloj trafiku. Si? Bleona Mata, po. Blerona. Bleona Apo Bleona? Bleona Mata, po. Bleona Mata. Unë jam i bindur që ajo është rrëmbyer për këtë lloj qëllimesh. Për shkak se mënyra se si ka pasur një lloj heshtje, mos deklarimi ka qenë një dorëzim nga brenda dhe një përfitim nga jashtë. Pra, dikush nga brenda është përfshirë, është mbuluar loja, e kanë zhdukur, e kanë çuar. Ç'të merri është valla. Po në Shqipëri ka ndodhur shumë pak këto gjëra. Ka ndodhur shumë pak. S'të merr valla. Ka ndodhur shumë pak për shkak të dëshmitarëve dhe të reagimit familjar. Pranga që më tregove ti ishte shumë simbolike për të kuptuar gjithë përgjigjen e pyetjeve. Këtu nona shqiptare, çdo që the kush doj, nona shqiptare është shumë të forta për të armëruar fëmijët në sensin e mostrathimit të fëmijës. Po. Nona shqiptare është non më luanesh se nonat e tjera që njoh fundë për botë. Me çka më lexuar s'kam parë. E kemi këtë avantazh, e kemi këtë traditë. Thash, problemi vetëm që kanë pasur në Shqipëri ka qenë turpi, kur ja rrëmbenin vajzat, kur vajzat ikshin vetë, se do e mërsh veç për prostitucion. Por nuk e ka fal njëri rrëmbimin. Pra një pjesë e varrezve që janë plot, në vitet 97, 98 e më vonë, ka të bëjë dhe me hakmarrjen e ndershme. Që për mua do të kishte ligje që do të mos të ishte justifikuar gjithmonë një lloj hakmarrje e tillë. Unë vetë kam rrit gjithmonë kujdes që të kem sa më pak kontakt dhe si avokat kam refuzuar të merrem gjithmonë me këtë pjesën penale që ne e quajmë ordinere, po dhe me të fortët, të rëndësishmit, sepse unë kam pas shumë problem të jap dorën një njeriu që ka trafikuar femër. Më beso këtë që them. Kam pas ndot me dhën dorën. Dikush që rëmbe. Në Shqipëri respektonin. Është ndodhe vëlla, çfarë? Në Shqipëri i respektonin në Shqipëri. I respektonin. Ky është populli jonë, ka bë këtë punë. Prandaj dhe respekton dhe këta me nermut, më fal për shprehjen, po Ka ditë. gjë, folë se nuk janë tema fragile këto janë tema që të mbushin avokatët. Jo realisht. Njerëz jemi apo? Realisht. Unë kam qenë gjithmonë gjë më të ndyrë, të marrësh një femër, Ore ik mercenar në luftë jo, ta marrësh një femër pa dëshirën e saj ose në mashtrim, e njëjta gjë është pa dëshirën e saj, dhe ta detyrosh të prostituohet. Për mua është e ndyrë. Ti e di si ndahet bota e krimit në botë. Gjithmonë në fundin e zinxhirit ushqimor të botës krimit janë tutorët e femrave. Konsiderohen pjesa më ordinere e botës krimit. Domethënë pjesa që është trajtuar gjithmonë si pjesa më ordinare janë tutorët e prostitutave. Kjo është shkalla më e rëndë e hierarkisë grupeve kriminale. Pra këta janë qytet më të rëndomtit. Kthehemi tani ke Ballkani dhe fëmijët. Informacioni që unë dua t'i jap gjithë njerëzve ka të bëjë me faktin që arsyeja pse preferohet shpendgashi në Ballkani ta kanë shpjeguar kronikanët Osman në vitin 1500-1600. Mënyra si përshkruanin ata fëmijët, mënyra e tyre perverse, erotike në thojza, se është perverse e neveritshme, tregon dhe arsyen. Ka të bëj me racën tonë. Jemi racë e bukur, vëlla. Po dhe vitale, dhe e gjallë. Shoh disa analiza të bukura me humor të arketipit ose më saktë stereotipit të vajzës lindore. Bjondja lindore. Janë Amerika faqe që janë vetë lindore gocat dhe tallen me derë me vetën e tyre. Të ftohta, akull, pa shpirt, pa gjak, ke parasysh krejtësisht të ftohta ti nuk e merr vesh ajo po qesh apo po qan. Është e kënaqur apo është e nxehur. Dhe luajnë ata me. Ku është kuptimi? Kuptimi ka të bëjë si thosh që ne mesdhetarët e Ballkanit, ne shqiptarët, trashëgimtarët të gjakut i lirë, përfshi dhe kroatët, përfshi dhe Bosnjën,
përfshi dhe një pjesë të serbëve që janë me gjak shqiptare, apo të bullgarëve që quhen maqedonës me gjak shqiptare, apo të grekëve që quhen grek, po janë me gjak shqiptare. Janë rac, preferohen. Pra, është dhe një dënim biologjik i preferencës perverzve për fëmijët e Ballkanit. A e kuptova ku e kisha? Si koncept. Kjo është smundje o avokat. Jo. Kjo është smundje o vlla. Ti më pyete pse preferojnë Ballkanin? Ta dhash përgjigjen. Është edhe arsye racore, edhe kushte të një degenerimi total institucional, të korrupsionit, të krimit të tjerë, që e lehtëson procesin. Është e vështirë të rrëmbesh në dukje në një vend perëndim, por me mendimin tim, më shumë më rrëmben perëndim se në lindje, në këndvështrimin tim. Dhe dikush është motivi që mendojnë këtë gjë. Shpend. Për shkak të sasisë madhe popullsisë dhe rrëmujës madhe dhe të shpërbërjes familjare. Ne shqiptarët mund të pretendojmë se s'kemi kulturë politike sepse jemi tribal. Apo unë mendoj që është më keq. Kemi qenë tribal. Kemi përfunduar në jetim tribal. Çdo të thotë. Po të kishim tribalizëm ne, kush do të afrohej? Vite gjithë fisi apo jo? E ka shpjeguar Migjeni këtë burr tek kënga malsore të burr, që malsoria prostituante të gjitha me nuk e pranoj atë. Këto janë asociacione sociale e burr tash në varfëri gjithmonë ka kurvëri, ka drog, ka pedofilira, ka është varfëri shpirtërore, është varfëri. Por ai kur flet për prostitutën Shkodër, ai po flet për një person ekstrakomunitar, pra i përjashtuar nga komuniteti. Jo në kuptimin e po, i përjashtuar nga komuniteti. Ka pasur rregulla loja, tribale. Familja ka qenë e fortë. Komunizmi shpërbeu familjen. Futi biografin, futi spionllikun, futi gjithë maskaralliqët e botës dhe shpërbeu. Dhe në vitin 1968 marroi punë me Kishta Xhamiat, që për mua u krye dhe një akt pranimi kolektiv i të keqes. Në këndvështrimin tim mas 90-s u vra dhe tribalizmi. Në ç'kuptim tribalizmi? Ngeli vetëm tribalizëm biznesi. Domethënë, unë do bëj me këtë kundër vllajt tim vlla. Se u shëren ka me vllajin. Tribalizmi do thot fis, do thot grup komunitar. Nuk e kanë tribalizmin, e kanë ata që adhurojnë Fatoslanun, sot e Diramën, ata që adhurojnë Sali Berishën, po të shohësh janë elemente tribal kësaj natyre. Lumhana. Po, por nuk ka të bëjë me një tribalizëm të mbetur gjallë si tribalizëm fisnar. E kemi shumë të dobët fisin. Kemi shpërbër. Më shumë urrejmë brenda fisit se jashtë fisit. Po. Që do të thotë tribalizmi jon ka degeneruar, nuk është mas tribalizëm. Ka ngel pastori jo kuptimin fetar, pastori blektori, po e përdor në aspektin sociologjik të antropologjisë. Domethënë pastorale kulturë barinç. Po.